që të pendohen, të kthehen dhe të drejtohen drejt sirat al-mustaqim, sepse është edhe një hadith i pejgamberit Muhammed alayhi salatu wassalam ku thot kullu ibn Adam khata wa khairul khata'un at-tawwabun. Pra çdo biri i Ademit është pra gabimtar, por më i miri pe atyre bijve të Ademit është ai që pendohet, por rikthehet sërish, turning back, pra kthehet përsëri në besim, por nuk gabon më u kthy përsëri me bë gabimin, pra sepse kushti i pendimit është të mos e përsëritim të njëjtin, pra të njëjtën rrugë të pa rrugë. Dhe sigurisht për çështjen e tëubes dietarët dhe ulemat kanë folur shumë, por edhe Allahu i Madhërisht na tregon Kur'an dhe thotë ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha, o ju të cilët keni besuar, pendohuni tek Allahu me një pendim të sinqert. Kjo madhështi e Allahut, pra që e krijoi njeriu me një precizitet mjaft madhështor. Studius shkencëtar të njohur si Maurice Bucaille, ginekolog, mjek të ndryshëm, shkencëtar të ndryshëm diskutuan mbi çështjen e krijimit të njeriut. Dhe ata konstatuan, pra erdhën në konstatime kur studiuan embrionin dhe etapën e krijimin e njeriut etapë pas etape, erdhën në konstatime se njeriu është krijuar në një formë mjaft spektakolare. Dhe ata u habitën se sa bukur shpjegohet në surën Alaq, por edhe në Kur'an sa mirë shpjegohet pra çështja e krijimit të njeriut. Saqë disa arritën deri në atë nivel të paskajores, sa që menduan se Muhamedi mos ka pas ndonjë aparatur që i ka studiue se si ka ardhur fëmia në barkun e nënës, se si është zhvilluar dhe i ka ardhur këtë jetë. Pra shkuan aq larg disa sa fantazuan dhe menduan si ka mundësi që kaq bukur Kurani më shpjegue këto gjëra.